Karl-Heinz Rummenigge thot, Bayern më i mirë që kam parë është ai viti 2020 thot. Neuer në port, Alaba mbrojtje, Thiago në mesfush dhe Lewandowski në sulm. Ky po që ishte një bosht i qëndrueshëm. Kur ke këtë bosht, pjesët e skuadrës duhet thjesht të përshtatet. Super drejt. Deklarat e një njeriu që e njeh deri në detaje futbollin. Edhe tani po të flasim për Bayern e vit 2020, nuk kam çati shtoj më shumë sepse jam pjesërisht dakord sepse ai 2013-s ishte Ribery dhe Robben. Ai 2020-s ishte Gnabry dhe Coman. Në mbrojtje 2013 ishte Alaba, po ishte në Kratmajt. Dy qendërmbrojtësit ishin Boateng 2013 dhe Dante. 2020-s ishte Boateng, Alaba, Davis, Kimmich. 2013 ishte Lam. Që ti marrësh se sulmuesi 2013 është Mandzukic, 2020 Lewandowski, kështu që për mua po ti marrësh sa i kishte më të mirë 2013. Trajnerët i kishin të dy të mirë, të dy e bën tripletën. Denis, është pak e vështirë. Kjo deklarat ha diskutim për një gjë të vetme. Një, sepse ke kompaninë trajner. Okej? Një kjo e para. E dyta, nuk mund të më thoni mu sot ju që Bayerni nuk ka një bosht, sepse pa japun boshtin shumë thjesht, pavarësisht se është i dëmtuar. Kthehet Davis, është Neuer, është Kimmich, është Musiala, është Harry Kane, është Olise dhe mund shtohet edhe Luis Diaz. Ju nuk thoni që ky nuk është bosht? Ky është super bosht. Ke qenë mbrojtjes. Po me kanon. Po s'ke bosh pastaj. Ke bosh apo burrë? O zotri, boshti është sigurizore. Fillon nga Legeni, çdo deri ke qafa. Le4, le5, le6. Po diem po s'mund ti kesh të gjithë për ne. Po tash i bosh valla, nuk e bosh. Ore një nga secili repart paktën. O çimi po nëse ke bosh ka 400 mbojtë. Disa tash ke biznes nga një futbollistu. Bosh thuhet se një zonë repart valla. Po Musiala, Davis, Pavlović. Ti mban vetëm topin me këto lojtarë. Është më mirë se 2020-s. Jo më nuk po themi. Bosh ta quhet nis që të kesh secili. Po që në mbrojtës me sushor sulmos. Po pra, si që kanë xher Rummenigge.